Ngjarje tragjike në Kosovë, dy vëllezërit u vranë nga dhëndri i familjes në derë të shtëpisë. E motra shkoi për të marrë pjesë në ceremoninë martore të babait. Driton Morina dhe Naim Morina janë dy vëllezërit që u vranë me armëzjarri në fshatin Gulbovsk të Malishevës në Kosovë. Ata janë qelluar për vdekje para derës së shtëpisë së tyre në momentin kur familja ishte ende në ditëzie për vdekjen e babait i cili ishte varrosur para pak ditësh. Personi dyshuar për vrasjen është Astrid Sufi, bashkëshorti i motrës së viktimave. Ajo kishte ardhur në shtëpinë e vëllezërve për të marrë pjesë në ceremoninë martore të babait të tyre, por si ndodhi ngjarja e rëndë. I dyshuari kishte shkuar në shtëpinë e morinëve për të marrë bashkëshorten. Pasi ishte larguar disa metra, është kthyer sërish dhe ka hapur zjarr ndaj Dritonit dhe Naimit, të cilët ndodheshin para oborit. Të dy vëllezërit ka ndëruar jetë në vend. Familja ende ishte duke pritur njerëz për ngushëllim. Ai u kthye dhe i vrau para syve tanë. Edhe babën e kishin varros para disa ditësh, ka treguar një afërm i familjes për mediat në Kosovë.